Kjo ishte hera e fundit kur mediat dhe publiku zon vend i tërë procesi gjyqësor ndaj 4 të akuzuarve për keqpërdorim me rezerva shtetërore, ministres në detyrë të tregtisë Rozeta Hajdari, ish zyrtarëve të Mint Hafiz Gara dhe Irfan Lipovica, si dhe afaristet Ridvan Muharremi, do të zhvillohet me dyer të mbyllura. Këtë vendim e mori gjykata themelore në Prishtinë në arsyetimin se pjesë e akuzës janë informacionet konfidenciale dhe sekrete shtetërore. Mirë po kjo mbyllje e tërësishme e gjyqit për rezerva shtetërore nuk po mirëpritet nga njohës të drejtësisë. Kodi i procedurës penale lejon mundësinë edhe të mbylljes së pjesshme edhe të tërësishme të seancave. Në rastin konkret vlerësoj që ka qenë e mjaftueshme mbyllja e pjesshme për faktin se do të mund të mbaheshin seancat e mbyllura vetëm në çështjet kur diskutohet për kitazi me çështje të cilat vërtet janë objekt ose çështje sekreti, e të tilla natyrisht që ligji për rezervat shtetërore i përcakton 3 elemente. E para, programi strategjik i çështjes së rezervave, plani vjetor si dhe vendodhja, në rast se eventualisht do të mund të ishin objekti akuzës për çka ne sa kemi parë nuk janë. Parimi i publicitetit, sidomos në këtë rast ku aktakuza ndërlidhet me dëmtim të buxhetit të shtetit, sipas avokatit Gjevdet Smakiqi do duhet të garantohej nga gjyqësori. Gjithë gjykimit të jetë publik për arsye se kemi të bëjmë me dëmtimin apo polën e dëmtuar në këtë rast është Qeveria e Republikës së Kosovës, buxheti i Republikës së Kosovës, taksat e qytetarëve të Kosovës. Unë jam kundër që të mbahet në mënyrë të mbyllur pa publikun derisa nëse ka ndonjë dokument i cili nuk duhet të nënshtrohet për shkak të sekretit shtetëror, sepse ka dispozita në ligjin për rezerva shtetërore se cilat elemente janë në sekret shtetëror, mandej aty do të kenë edhe certifikatën e organeve të sigurisë. Në atë rast atë mund të mbyllet, por konsideroj që mbyllja e procesit nuk është në pajtim me parimin e publicitetit dhe i cili duhet të ndjeket. Në fillim të kësaj jave u mbaj shurtimi fillestar në këtë çështje ku edhe u mor vendimi për mbyllje të tij pas kërkesës së mbrojtjes së 2 të akuzuarve, Hajdari dhe Lipovica.